dhe kërkimi për prova. Në këtë çështje parashtruam që SPAK-u ka gjetur emrin e Sali Berishës dhe pastaj ka kërkuar se çfarë dispozite t'i vënë nga mbrapa dhe këto çështje ka një tipologji që mbeten rrugës. Ajo që ne kemi kërkuar gjykatës, që kemi kërkuar në SPAK në përfundim të hetimeve, edhe që nuk na është pranuar, është thirrja e zotit Edi Rama me cilësinë e dëshmitarit, kryeministri i Shqipërisë, ish kryetari i Bashkisë Tiranë, i cili është një nga dëshmitarët kyç të procesit, i cili ka me veprimet e tij konkrete, pra me kalimin e truallit nga klub sportiv në shesh ndërtimi, ka bërë të mundur këtë ndërtim. Sollëm në vëmendje edhe gjykatës i tham që SPAK-u nuk e ka pyetur, është një mangësi e madhe, ke dëshmitar periferik që s'kan asnjë lidhje, asnjë vlerë për procesin. Këto ishin kërkimet që ne kemi bërë, por ju dhe dini që do vazhdojnë dhe mbrojtja e një pjesë u konsumua sot e zotit Jamar Maltezi, parashtrimi i hyrës, dhe në datën 26 ora 10 do të vijojmë me mbrojtjen e subjekteve të tjerë në këtë proces. A besoni që gjykata do e pranojë kërkesën tuaj për thirrjen e dëshmitarëve? Është një listë shumë e gjatë dhe mes cilëve vjen në sy emri i kryeministrit? Po shikoj, gjykata nëse do të jap një vendim të bazuar në ligj dhe në të vërtetën objektive që kanë ndodhur, përveç se zotit Rama ne kemi thirrur edhe oficerin e policisë gjyqësore, zotin Karanxha, i cili ka qenë një aktivist i Partisë Socialiste dhe sot militon në BGH. E kupton që dhe çështja ka ne ngritëm, ju ishit në sallë, ne ngritëm që çështja ka një profil pastërtisht politik, dhe kemi kërkuar dhe administrimin e akteve, e videove përkatëse, ku zoti Rama, jo vetëm si kryetar bashkie, por dhe si lider i Partisë Socialiste, ka bërë thirrje që zoti Berisha të procedohet urgjentisht dhe ato shprehje që ju i dini të ti në funksion të këtij kërkimi.